Vetëm e edin të hëpusa anatomia një pushteti narcisist që e vendos vetëm mbi shtetin. Në hyrje të godinës së qeverisë shpaloset një paru që flet më shumë se çdo fjalim politik. Vetëm e edin të hëpusa. Nuk është thjesht slogan partie. Është deklaratë pushteti. Është mesazh ideologjik. Është pasqyra e një sistemi që ka humbur çdo ndarje mes shtetit, partisë dhe individit. Ku një qeveri që drejton një shtet shfash një paru të tillë në institucionet publike, pyetja nuk është estetike. Pyetja është thelbësore. Sa narcisist duhet të jesh për ta vendosur emrin tënd mbi gjithçka tjetër? Partia zhduket, mbetet një emër. Në çdo demokraci funksionale, partia është instrument. Programi është kontratë. Shteti është mbi individin. Në këtë rast ndodh e kundërta. Jo Shqipëria, jo qytetarët, jo institucionet, as Partia Socialiste si strukturë politike, por emri përpara gjithçkaje. Ky është modeli klasik i kultit të individit, i njohur historikisht në sisteme autoritare. Lideri para partisë, partia para shtetit, shteti para qytetarit. Narcizmi politik së sistem qeverisë. Kjo paru nuk është rastësi. Është simptom. Një pushtet narcisist. Nuk pranon kontroll. Nuk duron kritik. E sheh shtetin si zgjatim të vetes. E trajton administratën si pronë personale. E përdor partinë si mburojë dhe justifikim. Në një sistem të tillë, vendimmarrja centralizohet, përgjegjësia shpërndahet poshtë, ndërsa lavdia ngjitet lart gjithmonë të një emër. Udhëheqësi vjen para Shqipërisë. Mesazhi vetëm e edin është politikisht i qartë. Pa liderin nuk ka alternativë. Pa liderin nuk ka shtet. Pa liderin nuk ka të ardhme. Kjo logjik është thellësisht antidemokratike. Ajo përjashton qytetarin, zhvlerëson institucionet dhe e kthen pushtetin në pronë personale. Dhe kur pushteti personalizohet, korrupsioni nuk është devijim, por pasojë logjike. Krimi nuk është rastësi, por aleat funksional. Heshtja nuk është frikë, por mekanizëm mbijetese. Aga shtet ligjor është shtet personale. Një shtet nuk mund të funksionojë kur qeveria flet në emër të një njeriu. Partia identifikohet me një individ. Institucionet heshtin për të mos prishur imazhin e liderit. Ky nuk është më shtet ligjor, është shtet personal. Dhe çdo shtet personal përfundon i kapur nga klientelizmi, tenderat e mbyllur, krimi i organizuar, administrata e friksuar. Përfundim, parolla shpjegon gjithçka. Vetëm e edin dhe pusë nuk është thjesht slogan. Shtrëfimi një mentaliteti pushteti që sheh Shqipërinë si dekor, qytetarët si spektator dhe institucionet si rekuizita. Prandaj vendi është imbuluar nga korrupsioni. Prandaj krimi depërton në ekonomi. Prandaj drejtësia sulmohet sa herë prek pushtetin. Sepse Shqipëria nuk drejtohet nga institucione, por nga një sistem narcisist i personalizuar, ku një emër vendoset mbi gjithçka tjetër. Dhe kur një njeri vihet mbi shtetin, shteti bie.